Do të flasim tani edhe për procesin e Berlinit. Javën e kaluar u zhvilluan takimet midis liderëve të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor në Londër, ndërkohë paralelisht vendet e Ballkanit Perëndimor kanë rënë dakord të nënshkruajnë 15 nisma kryesisht të bashkëpunimit rajonal që kanë fokusin tek ekonomia, por njëkohësisht edhe tek mbrojtja e mjedisit. Gjitha këto nisma do të koordinohen nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal në kuadër të nismës së Berlinit. Ne më gjërësisht do të diskutojmë me zotin Ilir Aliaj, ekspert për çështjet e integrimit pedagog. Zoti Aliaj, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Atëherë, si e cilësoni faktin që janë ndërmarrë këto 15 nisma, shumë tjera janë ndërmarrë më përpara dhe shumë tjera do ndërmerren, por thjesht fakti që sa i rëndësishëm është integrimi fillimisht mes vendeve të Ballkanit Perëndimor mes tyre dhe pastaj në Bashkimin Evropian. Është një nga faktorët më të rëndësishëm dhe për këtë Bashkimi Evropian ka edhe një shembull, janë vendet e Vishegradit, që është Polonia, Çekia, Slovakia dhe Hungaria, të cilët para se të pranohen në Bashkimin Evropian, kishin nënshkruar marrëveshjen e Vishegradit dhe u integruan ato, vetveten si 4 grup, 4 vende, u integruan në gjirin e tyre, pra bën një integrim të tyre dhe pastaj hynë në Bashkimin Evropian. Dhe duhet thënë që gjitha këto 4 vende janë vende shumë të suksesshme nga pikpamja financiare dhe ekonomike dhe nga pikpamja e realizimit të gjitha standardeve ose aki komuniter, si quhet ndryshe, në realizimin e këtyre standardeve europiane. Ne tashmë na duhet që gjitha këto gjëra të arrijmë të realizojmë. Janë sigurisht që janë iniciativa shumë të rëndësishme, shumë të mira, por janë edhe të vështira dhe kanë sfidat më përpara. Këtë do pyesja pikërisht, është i vështirë për të zbatuar ky integrim bashkëpunimi mes vendeve të Ballkanit Perëndimor për faktin që nëse referohemi të kaluarës, probleme ka pasur shumë, ka një rritje të tregtisë midis Shqipërisë dhe Kosovës, por në anën tjetër ka edhe probleme të mëdha, ka luatje njëkohësisht edhe mes Serbisë, Kosovës, Bosnjë Hercegovinës. Pra, e kaluara mund ta pengojë këtë integrim? Shiko, janë bërë në fakt përpjekje edhe më përpara për të nxitur integrimin rajonal. Sigurisht që siç e thatë edhe ju, ka disa pengesa që vijnë nga e kaluara historia e rajonit. Por duhet të themi 2 faktorë kryesorë që do lozin rol në vazhdimsinë e integrimit rajonal. Është dialogu strategjik që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë filluar me Serbinë dhe me Maqedoninë e Veriut, si dhe presioni që ushtron vazhdimisht Bashkimi Evropian ndaj vendeve të cilat janë problematike. Duhet ta themi këtu me mburrje në fakt që Shqipëria asnjëherë nuk ka qenë problem në marrëdhëniet me rajonin dhe nuk ka tentuar asnjëherë që problematikat e shkuarës t'i vendos në ditët e sotme si pengesa për proceset e integrimit rajonal, por që në fund kanë si objektiv integrimin evropian. Serbia është kryesisht. Problemin unë e shoh në disa. Më fal? Serbia është problemi? Sigurisht Serbia, por mos harrojmë që edhe në Maqedoninë e Veriut kemi retorika nacionaliste të vazhdueshme. Dhe edhe vetë qeveria që është sot në pushtet është një qeveri me background, pra me të kaluar historike radikalo ekstremiste dhe që nëse ju kujtohet në vitet 2015, 16, 17 ka qenë
një nga problemet më të mëdha të rajonit. Po. Me ndërhyrjen e këtyre forcave që unë i cilësova dhe më sipër Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, gjërat kanë ndryshuar, por përsëri ato ngelin aty. Por unë e shoh nga pikpamja jon, pra ne nuk kemi ndonjë problematik me fqinjet, por nga pikpamja jon unë e shoh si problemin më të rëndësishëm, sepse gjitha këto 15 iniciativa të nënshkruara dje janë iniciativa të vështira dhe që kanë sfida të mëdha përpara, dhe që lidhen me problematikat e mjedisit, dhe ne kemi diskutuar edhe në studio së bashku këto problematika. Është kapitulli më i vështirë i mundshëm, është kapitulli i mjedisit, sepse kërkon shumë para dhe kërkon shumë vullnet politik për ta zbatuar. Dhe sigurisht janë edhe problematika të tjera që kanë të bëjnë me financimet. Në disa momente këto 15 iniciativa janë edhe gërshetimi i iniciativave të gjelbërta dhe financiare, siç është bonoja e gjelbërt për shembull. Por dhe ka edhe pika të tjera që janë të gërshetuara, për shembull investimet që tashmë çdo shtet i rajonit duhet t'i kërkojë investitorëve dhe përmbushjen e standardeve mjedisore. Dhe këto janë të vështira, pra siç e thash, nuk është thjesht çështja që të bëjmë që të parlamenti, kuvendi i Shqipërisë të bëj ligje, por është çështja e zbatimit të këtyre ligjeve. Që është më e rëndësishmja. Dhe bëhet fjalë zotja Liaj për fushat si financat qëndrueshme, investimet, industria, turizmi, digitalizimi, inovacioni, por njëkohësisht edhe transporti. Me qënë se i përmendet edhe bonot e gjelbra, synimi është që të përthithen investime rajonale, por njëkohësisht edhe investime ndërkombëtare. Pra, të fillojnë projekte që mos ngelen tek ajo vlera fillestare e financimit, por të tërheqin më shumë kapital. Mendoni se kjo njëkohësisht do ta shikojë ndryshe rajonin e Ballkanit perëndimor nga investorët e huaj, sepse thellimi i bashkëpunimit mes tyre patjetër mund të jetë në sytë e tyre një treg i përbashkët. Po. Ju lutem edhe një herë, lutem, sepse kishte shkputje dhe nuk e dëgjova mirë pyetjen. Në lidhje me bonot e gjelbra, kam përshtypjen që synimi është të tërhiqen investitor rajonal dhe ndërkombëtar, në mënyrë që investimi fillestar të bëhet akoma më i madh, të tërheqë vëmendjen e investitorëve. Dhe në këtë kuadër, Ballkani perëndimor do të jetë më tërheqës për investimet gjithmonë në sytë e investitorëve të huaj. Shiko, unë besoj që kjo është pa diskutim, gjitha këto iniciativa janë shumë të mira, por çështja është tek zbatimi i tyre. A ndihmojnë kjo në integrimin rajonal? Po sigurisht që ndikon në integrimin rajonal. Mos harrojmë që Mali i Zi e ka pjesë të kushtetutës së tij, që është një shtet i gjelbërt. Dhe duhet kemi parasysh që edhe vendet e tjera të rajonit, edhe Shqipëria, duhet t'i kushtoj më shumë kujdes ambientit dhe tashmë, siç e tham edhe më sipër, gjitha këto iniciativa kanë sfida të mëdha dhe kryesisht sfida financiare. Kur flasim për sfida financiare, kjo është arsyeja sepse Brukseli ka nxit nëpërmjet procesit të Berlinit, ka nxit këtë lloj mekanizmi që janë bonot e gjelbërta. Tashmë, qeveria shqiptare duhet kishte bërë negociata pak më të forta për lidhur me këtë. Në së bashku e kemi diskutuar që çështjet e mjedisit janë çështje shumë të shtrenjta dhe për të integruar në atë Green Deal, që është një nga objektivat kryesor të Brukselit, pra të Bashkimit Evropian për 2050-ën, qeveria shqiptare duhet kishte kërkuar mekanizma financiar të ardhur nga Brukseli dhe jo të mekanizma financiar që burojnë nga si thosh financimet shqiptare.
Dhe këtu duhet ishte dashur që të kishte negociata pak më të mira, pak më të forta nga qeveria shqiptare dhe jo të pranohej ashtu siç ka ardhur nga Brukseli nëpërmjet procesit Berlinit. Është dhe një detaj tepër interesant, zoti Aliaj, edukimi financiar, korniza rajonale për edukimin financiar që synon të pajisë qytetarët me njohuritë e nevojshme për menaxhimin e paras dhe njëkohësisht përdorimin e mjeteve digjitale dhe financiare. Sa i rëndësishëm është ky edukim financiar, ne kemi diskutuar shpeshherë në studio dhe edhe në raporte ndërkombëtare, Shqipëria nuk është se renditet shumë mirë në këtë aspekt. Po, unë besoj që edhe kjo është një nisëm shumë e mirë, por besoj që ju kujtohet sepse nuk ka shumë muaj që ka pas një problem të madh në Shqipëri me disa mashtrime financiare dhe ne i shikojmë që ndodhin vazhdimisht institucionet e sigurisë në vend, policia, prokuroria e tjerë bëjnë detyrat e tyre dhe ato vazhdimisht ne shohim në media që arrestojnë apo ndalojnë persona të ndryshëm në vendet, në rajonet të ndryshme të Shqipërisë në fakt. Në fakt, të cilët përpiqen që të shfrytëzojnë në thojza ignorancën financiare të qytetarëve shqiptarë dhe të përfitojnë para. Dhe kjo unë besoj që është shumë e rëndësishme kjo nisëm, por në këtë aspekt, pra që i jep mundësi qytetarëve shqiptarë të kuptojnë më mirë çështjet financiare dhe mundësitë e investimit që krijohen në Republikën e Shqipërisë, por jo vetëm tashmë, në qoftë se ne do flasim për një treg rajonal, ne duhet shikojmë dhe të bëjmë edhe qytetarët shqiptarë duhet bëjnë investime edhe në vendet e tjera të rajonit. Po. Zoti Aliaj, ne dim që Bashkimi Evropian është burokratik, është serioz dhe nëse bën marrëveshje me Bashkimin Evropian, e sigurt që ke bërë një marrëveshje të mirë. Dhe njëkohësisht një nga pikat, një nga nismat e ndërmarra janë parimet e përbashkëta për lehtësimin e investimeve. Synon të thjeshtoj procedurat, synon të thjeshtoj burokracitë. Aktualisht Ballkani Perëndimor ka më tepër probleme burokracitë apo ka më tepër probleme korrupsionin? Po, ato janë probleme që ndërthuren. Imagjinoni sikur një biznes, një kompani shqiptare të shkojë në Beograd dhe të investojë. Do përballet me. Ne në Shqipëri ne nuk e kemi shumë problem në fakt, por gjithsesi vazhdimisht kur vjen një kompani serbe apo shohim një produkt serb në dyqanet tona, ne kemi një reagim, pra se i cili nga ne ka një reagim, nofta mos besimi për cilësinë apo për gjërat të ndryshme, por gjithsesi kemi një reagim. Pra imagjinojeni në qoftë se në Serbi, pra që unë them me bindje që nacionalizmi është shumë herë më i madh se sa në Shqipëri, në të ketë një produkt made in Albania, apo të shkoj të hapi të investoj një kompani shqiptare. Pra, këtu është problem politik, por duhet me shumë vullnet dhe kjo nuk është thjesht në dorën e qeverisë shqiptare. Duhet patjetër që edhe vendet e tjera të rajonit të kenë të bëjnë të njëjtën gjë dhe të hapin mendjen e qytetarëve të tyre, kryesisht serbët, për atë produktin made in Albania, sepse nuk është çështje thjesht cilësie, sepse ne mund të kemi cilësinë më të mirë të mundshme, por nacionalizmi, çështjet politike të Serbisë janë shumë më të thella se sa kërkesa për një produkt cilësor që mund të vijë nga Shqipëria. Po. Dhe zoti Aliaj, ta mbyllim me turizmin. Patjetër është një sektor që në Shqipëri, por gjithashtu edhe në Ballkan, po rritet me shpejtësi. Synimi në këtë nismë është krijimi i një produkti të përbashkët rajonal që ka marrë edhe emrin WB6. Pra, Western 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Thellimi i bashkëpunimit në turizëm mund ta lehtësoj këtë ose mund t'i rrëzoj disa nga këto barierat?
Unë besoj që turizmi është fusha më e mirë e mundshme për të ndikuar në zhdukjen e sfidave ose barierave rajonale, mes barierave politike nacionaliste që ka rajoni. Por duhet të kemi parasysh që në qoftë se ju kujtohet para 2 vitesh, por edhe vjet, ne kishim një fluks të mirë të turistëve që vinin nga Serbia dhe kryesisht ikën nga Shqipëria me një ndjejë të mirë pra. Por nuk e di pse, si vjet kanë munguar masa e turistëve serb. Ktu nofta ka të bëjë edhe rritja e çmimeve nga turizmi, nga bizneset e turizmit në Shqipëri. Dhe kjo nofta i ka larguar, por këtu duhet ndërhyj qeveria tashmë për të bërë ato, në fakt në fund të sezonit, diku nga fundi gushtit, fillimi shtatorit, ne mos gaboj, kryeministri i kërkoi gjitha bizneseve të turizmit në Shqipëri që të kenë kujdes me çmimet. Mirë po ishte fundi i sezonit. Duhet kemi parasysh që duhet fillohet punohet tashti për sezonin tjetër. Dhe këtu duhet qeveria të ndërhyjë që me subvencione apo edhe me marrëveshje me bizneset që të bëjnë më shumë marketing në Serbi, në Bosnjë, në Maqedoninë e Veriut, dhe të ketë një mundësi që të ketë çmime më të lira për sezonin që vjen pra. Zoti Aliaj, ju falenderoj për gjitha mendimet e sjella në studion e televizionit Skan, ditë mbar.